Jam dakord me lanë fëmijët ose edhe adoleshentat me provu, me testu veten. Po si ta kuptoj një prind që nuk bën sens kjo kërkesa e tij? Shiko, e para një herë prindi duhet kuptoj çfarë ndjejnë fëmia. Pra, mos jemi me këmbët e para që vjen dhe thot diçka dhe ti t'i japësh nga jote. Përpiqu të kuptosh çfarë ka kaluar. Po t'jap një shembull të thjeshtë. Nëse vjen një fëmijë, le të themi 5 vjeç, të vjen dhe të thot mosha e tij 5, mami ose babi thot, shiko, e di si është puna, sot në shkollë Davidi më mërziti shumë, më tha këtë, më erdhi t'i bia me grush sepse ishte më mori fletorin, më hollin tokë, nuk i bëra asgjë. Reagimi i shpejt i prindërve që vjen është thot, po jo, se ti e ke shok, po edhe fillon i jep mend fëmijës. Kupton, nuk duhet bësh kështu, nuk duhet, ndërkohë që prindi edhe me një fare thjesht, me një mënyrë ti thot si unë ndjeve të pas ka mërzitur shumë, të pas ka mërzitur, kuptoj të pas ka mërzitur, kuptoje një herë se si ndjehet fëmia. Pastaj mund të dalësh tek ai mesazhi që duhet t'i japësh. Por nëse nuk e kupton si ndjehet, edhe fëmia të kuptojë që ndihet i kuptuar, është pak e vështirë.